Qeveria ka hapur garën për ndërtimin e një stadiumi të ri Selmas Termasi me premtimin për investim madhor në bashkëpunim me sektorin privat. Projekti synon transformimin e infrastrukturës sportive dhe urbane të zonës, duke i hapur rrugë ndërtimeve në hapësirat krah stadiumit. Korporata e investimeve shqiptare, organ në varësi të qeverisë, që merret me menaxhimin dhe zhvillimin e pronave shtetërore, shpalli zyrtarisht garën më datën 24 dhjetor. Edhe pse gara njoftohet vetëm për stadiumin, në fakt sipërfaqja që i nënshtrohet projekti DES për zhvillim është e gjithë zona rreth 57.000 m2, ku parashikohet maksimalisht 120.000 m2 ndërtim mbi tokë. Në fazën finale u përzjodhën 5 projekte, fituesi do të shpallet pas nesër në datën 4 prill. Një ndër projektet e propozuara për rijetëzimin e stadiumit Selmas Termasi është ai 3 kompanive të cilat janë OMA, Diagonal Projektime Zbatim SHPK dhe Albania Investment Construction SHPK. Kompania Albania Investment Construction është kompania në pronësitë Alban Pezës dhe Vilson Ahmetit. Alban Peza dhe Vilson Ahmeti, ish kryeministër i vendit, themelojnë kompaninë Albania Investment Construction. Nëpërmjet kësaj kompanie jo vetëm kanë investuar në projekt ndërtime në vend, ata kanë investuar në rezidenca banimi në Zvicër, së fundmi kërkojnë të kullufisin dhe stadiumin Selmas Termasi dhe të gjitha këto me burime të dyshimta të ardhursh. Redaksia Priza Pikal bëri një vëzhgim të thelluar të 2 personazheve që kërkojnë dhe vetë shpallen fitues të stadiumit Dinamo. Vilson Ahmeti është ish kryeministër i Republikës së Shqipërisë, i cili ka qëndruar rreth 1 vit në detyrë. Në një kohë të trazuar, të rrëmueshme dhe të paqartë për vendin, ai dha mundësinë kryeministrit të jetë shkurtër politik, të krijonte një pasuri të gjatë të cilën do ta investonte atë në disa biznese vite më vonë. Ndërkohë Alban Peza është një personazh i cili u bë biznesmen pasi shpëtoi një operacion spektakolar të kryer nga forcat greke në Athinë pas trafikimit të 50 kg heroin. Kjo ngjarje e vitit 1999 la shumë gjurmë në zhvillimin dhe karrierën e Alban Pezës. Ai arriti të shpëtojë burgut, po jo dënimit dhe as faktit që nuk mund të shkel dot në tokën greke. Pasi u rikthye në Shqipëri, Alban Peza nuk u ndal. Kontrabandë, dhunë, pegmarrje dhe burg ishin aktivitetet e përditshme të biznesmenit të ardhshëm, i cili në vitin 2004, vetëm 5 vite pasi kishte shpërtuar policisë greke dhe trafikut e 50 kg heroin në Athinë, themeloi në Tiranë një kompani ndërtimi bashkë me ish kryeministrin e vendit. Por dyshja Peza Ahmeti shtren investimet e tyre edhe në Zvicër, nëpërmjet arkitektit Xhemit Sheu, i cili jeton prej vitesh në Zvicër dhe disponon kompaninë Sheu Architect SAGL. Me adresë në Lugano, Alban Peza dhe Vilson Ahmeti filtruan dhe futën në ndërtim mbi 15 milion euro për të ndërtuar projektin Gli Ulivi, një rezidencë me 6 pallate në Lugano, Busliqenit. Por BM-t e Alban Pezës nuk u ndalën me kaq. Pas ndërtimit ku bilancat i rezultuan të suksesshme, i holli syt te sektori i naftës. Ai themeloi kompaninë Anjo Oil Gas, e ndërmjet një ish ministri të cilin arritin ta fusin në xhep, shtiu në dorë tokën më të madhe naftë nxjerrëse në zonën Ballç-Hekal. E për të përfituar koncesionin, ju desh të zhdukni një kompani amerikane e cila punonte në zbatim të kontratës me shtetin shqiptar. Por shoku ministër i Alban Pezës nuk e pati problem që kompania amerikane ta hidhte në arbitrazh shtetit shqiptar dhe të kërkojë 180 milion euro dëmshpërblim. E përveç se mori një fushë naftëmbajtëse me manovra përmbarimore me zero kosto, Alban Peza i la një faturë plot 27 milion euro shtetit shqiptar të papaguar. Edhe me gjithë këtë si vit të pasur kriminalistike dhe biznese, nuk ishte si të mungonte dhe politika. Ilir Meta pati deklaruar se planin për vrasjen e tij e mori vesh nga miku i tij Alban Peza. U thirrën një tufë me njerëz dhe dënuan deputet dhe gangster për këtë histori, por Alban Peza e ka proll, ka përsëu matan dhe nuk u mor në pyetje. Në fakt, Alban Peza ka 2 vite që është lajmëtar i këtij projekti dhe fituesi veç padhur i Selmas Selmasit. Ka 2 vite që troket në çdo derë investitori francez dhe kinez, amerikan dhe europian, duke u prezantuar si mik i kryeministrit dhe si njeriu që do të ndërtojë kompleksin më të rëndësishëm në Tiranë. Por nga i buron kjo siguri Alban Pezës, që ka 2 vite që investohet dhe lidh kontrata si përmarrje ndërtimi me pronar privat tokash në zonën rreth stadiumit. Dhe nëse është ky fituesi i paracaktuar si deklaron dhe i vet, me çfarë kapitali të lishëm po hyn në garë kompania Alban Pezës dhe Vilson Ahmetit. Si është plani i biznesit të kësaj kompanie për ta ndërtuar? Shit drogë dhe hidh beton mund të jetë një mënyrë e mirë për të startuar, por jo rruga e dur për të ndërtuar në zemër të Tiranës stadiumin tënd personal. Ndërkohë Priza Pikal do të vijojë të publikojë dosjen e plotë e një biznesmeni i cili në vend që do të duhet të ishte duke përgatitur letrat për të përballur me drejtsinë, përgatit letrat se si do të llaburojë çdo ditë në një vendin nga jugu në